Mirëmbrëma, sonte në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion është ftuar kandidatja e koalicionit Demokratët Atlantik, zonja Mimoza Qelqima, një emër i njohur në fakt në Durrës, për shkak dhe profesionin e saj që ka ushtruar në disa vite. Zonja Qelqima, faleminderit që jeni sonte me mua. Faleminderit që jeni dhe kohën në një intensitet që është fushata për që në pranishme dhe për të nisur një bisedë që besoj do jetë një bisedë shumë e këndshme, sepse edhe duke qenë vini nga fusha arsimit dhe duke qenë se keni shumë njohje në Durrës dhe shumë nga ato që sot janë politikanë me emër ka qenë edhe nxënësit, duke qenë se era parë që ju kandidoni në fakt për një subjekt politik, do të bëjmë një renditje pak si ndryshe për të folur pak a shumë për një prezantim ose promocion të asaj që ju jeni në formimin profesional, por edhe në plërin tuaj politike, por edhe shoqërore, sepse ju jeni një emër njohur edhe në veprimtaritë shoqërore ose në atë që ka qenë pjesë e problematikës komunitetit që mund ta themi ndryshe. Por do të filluar nga formimi profesional. Së pari, ju falenderoj unë juve për ftesën që më keni bërë dhe ju uroj suksese. Jemi tri të ty faktë këtë. Edhe mbi gjitha titulli Pa Kompromis më intrigon, është i gjetur, i dur në momentin, nuk është meritë ime, është meritë e stafit. Në kohën e kësaj situate të ndezur politike. Siç e thatë, unë jam Mimoza Qelqima, lindur dhe rritur në Durrës, dhe për formimi im profesional është i tillë, kam mbaruar Institutin e Lartë Pedagogjik 4 vjeçar në Shkodër për histori gjeografi, pra titulli arsimtare në histori gjeografi, dhe për gati 39 vite kam ushtruar profesionin e mësuesit gjeografisë të vitit parë shkenca e tokës sot në gjimnazin më të rëndësishëm të Durrësit, Naim Frashëri. Më njohur. Dhe që na sjell mende shumë me emra që kanë mbaruar aty. Po edhe shumë gjëra tjera që kanë lidhje me gjimnazin. Kjo është për formimin akademik. Ndërkohë, unë krahas punës si arsimtare, jam trajnuar si projekt menaxhere pranë Kafod Albanias në vitet 2000, për ishtë për ndjekurit politik. Dhe për gati 2 dekada kam bërë punë vullnetare për organizata jo qeveritare, jo fitimprurse, në ndihmë të njerëzve në nevojë. Pra, prandaj dhe mund të jem person që emri i njohur jo vetëm për arsimin, përveç kësaj, unë kam bërë dhe shumë aktivitete në fushën e gjeografisë, duke bërë ekspedita mësimore në gjithë Shqipërinë, apo më gjerë në kohën e regjimit vizave në 9 shtete me nxënësit e gjimnazit Naim Frashëri, duke bërë partneritete shkollash me shkolla në Austri. Zonja Qelqima, në fakt për mua një mike e vjetër, zonja Moza do thoja unë, po përse vendosët të bëni pjesë e politikës? Një pyetje që ndoshta duket pak e exagjeruar, si pyetje thjesht, por ka të indicë brenda se duke njohur veprimtarinë tuaj, angazhimin tuaj, përmendet për shkrutuar të përndjekurit, pra janë një kategori që vazhdon ende në Shqipëri këtë problematikën. Ju vendosët të shkëputeshit, si thuaç nga gjendja juaj që unë nuk do më futem politik, por dashur pa dashur, mas shumë i bie 4 dekada si mësuese, bëni pjesë e politikës edhe një koalicion i cili është notuar nga një parti e re, që është shkputur nga Partia Demokratike. Faleminderit për pyetjen. Unë mendoj se shqiptarët, ne që kemi mbetur në Shqipëri, gjithë merremi pak a shumë me politikë, e kemi ushqim përditshëm politikën. Por duke qenë se unë vi nga një familje e persekutuar, ku i ndjeri gjyshim është burgosur 20 ditë mas lufte me 101 vite burg. 101 vite, të cilat më pas u kthyen në 12 vite burg, 17 vite internim. Pra unë jam lindur në mes Durrësit,
Ju që jeni, duhet ta dini përballë kinema Ilirias, po në Bodrum. Në një shtëpi private që sot është kthyer pothuajse në Gërmall 3 kate, unë kam qenë në katë parë në Bodrum. Dhe jam rritur dhe ushqyer me frymën e së drejtës, me frymën e urtësisë, jo të përuljes, por me këshilla, kujdes edhe muret kanë vesh. Dhe shqyr që erdhën këto vite. Në fakt, vazhdojnë muret kanë vesh, pra po, për të qenë sinqert. Por erdhën këto vite dhe unë nuk kam parë as të majtë, as të djathtë, por kam ndihmuar njerëzit të cilët kanë pasur problematika. Po pse jam unë? Erdhi ngjizja, erdhi vetvetiu kjo gjë, apo ju në këndvështrimin tuaj duke parë që shumë gjëra nuk funksionoshin ose shumë gjëra mbeteshin pezull nga politika për të pasur zgjidhje, filluat angazhimin tuaj, sepse ju e thatë të vetë në prezantimin që bëhet që nuk ka qenë ky i vetmi angazhimi juaj, keni pasur edhe angazhime të tjera. Pra, u bët pjesë e politikës pa dashur, apo menduat që duke bërë pjesë e politikës mund të kontriboni për të dhënë diçka? Po, unë kam punuar me të majtën të djathtë, nuk kam pas dallim në këtë punë, por problemi është që unë përsëri u persekutova. A përsëri? Po, përsëri u persekutova, në vitin 2015 më larguan nga puna, kam qenë shtruar në spital për arsye shëndetësore, gjë të cilën ju keni qenë një zë real në këtë problematikë. Unë falenderoj që ma kujtoni, është vërtet një... Dhe ndoqa rrugën gjyqësore, fitova, u riktheva dhe sot unë i fal ata njerëz që bën dëm ke unë, por nuk fal këtë lloj politike në kurriz të shqiptarëve. Dhe pse jam sot me koalicionin Euroatlantik? Vjen si vazhdimsi. Unë kam qenë thjesht simpatizante, anëtare, ndërsa me ndarjen, me çarjen e madhe që psoi Partia Demokratike për shkak të leadershipit, për shkak të shpalljes non grata. Atëherë mendova që duhet patjetër të jap kontributin tim për ringritjen e këtyre copsave. Paktën unë një person jam, po fjala ka peshë dhe besoj se... keni rrëdhin tuaj, besoj se... një zë. Dhe për këtë arsye unë angazhova më thellësisht dhe jam jo vetëm antare, po dhe antare kryesie edhe kryetare e lidhjes së gruas, duke marrë përgjegjësi mbi supe për të çuar përpara demokracinë, drejt një progresi, jo drejt një regresi siç jemi. Sepse në fundit çdo individ ka të drejtë dhe zgjedhjen e tij të lirë, në cilën parti të aderoj. Po ama aderon aty ku pasqyrohen apo reflektohen gjërat që ai kërkon, perceptimet. Pavarësisht se mund të jetë parti në opozitë. Opozita ka rëndësi. Është institucion. Pa opozitë s'ka demokraci. Sepse në fundit opozita është gardiane e veprimeve të qeverisë. Dhe alternativë për të ardhmen. Pra ne kërkojmë alternativën në bazë të parimeve të shenjta. Ne i përmendim shpesh, siç është familja, prona, besimi në Zot, kombi. Moza, si e pritet kandidimin? Jam shumë kurioz. Një njeri i cili duke njohur natyrën, ai që nuk është të shumë e dhënës politikës, por që ka dëshirë të kontribuojë për njerëzit edhe mëson një moment që do jetë kandidate, është kandidimi i parë juaj. Kandidimi i parë. Kandidate për qytetin e Durrësit, për qytetarët të cilët i ka mësuar, i ka shërbyer, po dhe i ka njohur. Të majtë dhe djathtë që nuk ka rëndësi, sepse ju e thatë vetë për parë. Si e pritet kandidimin? Jam shumë kurioz. Unë vlerësoj... Patët kështu për para negociata do kandidosh? Negociata patën, bile mua afruan edhe ato dy parti tjera, siç është Partia Djathtas dhe Partia e Adriatik Lapajt, por unë qëndroj besnike parimeve dhe domethënë aty ku mendoj se
do ketë një punë përmirësuese në lidhje me ndryshimet politike. Kështë thjesht bine ke leadershipi që i drejton, apo kështë thjesht nga programi që ju pat, apo? Programi, leadershipi janë të pandara, strukturat janë të pandara, kështu që duke qenë se pati një bum përçarës. Një krizë madhe. Një krizë madhe. Por unë mendoj si mësuese gjeografie që nuk mund të mbulohet dielli se ka re dhe re zeza, apo fortuna poshtë nga ata shiu. Këto janë kalimtare. Janë të domosdoshme, sepse trazojnë lëvizjen, zhvillohet. Por ndryshimet janë të domosdoshme. Kur shikon sidomos se si politika në gjithë këto vite ka... Do të kalojmë aty, Monza, madje do kalojmë do të ngelemi pak gjatë aty, sepse është duke qenë banore e Durrësit që nga lindja, por duke qenë dhe mësuese, një sektor shumë delikat për brezët dhe për të thënë vërtetë shumë i diskutueshëm edhe për mënyrën se si shkojnë gjërat, por edhe për trajtimin që i bëhet mësuesve, aq më shumë që ju keni kaluar një, siç e thatë edhe vetë, një periudhë përplasje me institucionet. Ndoshta është momenti për të thënë çfarë u bë keq në këto 12 vite që edhe ju morët që thush shkëndija për të bërë pjesë e politikës, për të bërë diçka ndryshe. Në 12 vite qeverisje, madje në 12 vite por pretendon edhe për një mandat tjetër të mundshëm, i bie 16 vite. Çfarë ka ndodhur më të qeveri, më thënë, duke pasur parasysh arsimin ku ju jeni, pasur parasysh shëndetësinë, duke pasur parasysh bujqësinë, infrastrukturën, Për sigurinë. mua nuk janë vetëm këto 12 vite. Për mua është shumë më gjerë, sepse pavarësisht se jeta evoluon, dhe do shkosh në destinacion, po pengesat kanë qenë nga pikpamja politike. Pra qeverit nuk e kanë drejtuar si duhet këtë vend. Pse them këtë që jam e pakënaqur jo vetëm me këto 12 vite domosdo, po dhe më përpara. Sepse një vend kaq i pasur, i bekuar nga Zoti, e them shpesh këtë, me nën tokë të pasur, me mbi tokë të pasur, me lëndë djegëse, me lëndë minerare, me ujëra pafund, me potencial të jashtëzakonshëm hidroenergjetik, me vijë bregdetare fantastike, me relief kodrinor malor, me një klim që e kanë zili. Lumej që vetëm mbi lumin Drin ne kemi 3 hidrocentrale. Po brezi jon a kontriboi, po prindrit tanë a kontribuan, po ato të burgosurit e Spaçit a kontribuan me punë vullnetare për të ndërtu fabrika, uzina, hidrocentrale, gjithçka. Ku është populli sot? Kush i mori këto të mira? Kush i grabit pronat sot? Si u kriju në oligarkët? Gjithë e fillum nga zero. Në qoftë se do të shkatrosh një kombë, shkatroj arsimin, bëj të paditur njerëzit, shpërnda letra falso, diploma falso, jo dije. U ngritën në universitetet si kioska. Ku është arsimi sot? Me brezin e ardhshëm të arsimtarëve. Po mbyllen fakultetet. Kush do t'i mësoj? Me inteligjencë artificiale do mësohen nxënësit tanë. Mësuesi sot është hero. Të paktën flas për shkollën ku unë kam qenë për 40 vjet. Gati, Sepse nëse dikur popullsia ishte homogjene, sot e ke heterogjene, me kulturat nga më të ndryshmet. Po dhe me fëmijët braktisur lënë dorë gjyshërve, sepse janë emigracion, që përballen me krimin, përballen me drogën, me shumë probleme sociale. Mund ta zgjidhësh ti problemin e arsimit sot se po shton kamerat e sigurisë, se po shton punojësit e sigurisë, se po rrit rrogat e arsimtarëve, Sa shkoi rroga e arsimit?
Kur ti rrit rroga, duhet t'ullësh çmimet. Pra kemi inflacion. Si mund të bëj një jetë një mësues, po ta krahasosh me një mësues në vendet afër nesh? Por kemi Itali në fakt është. Kur ne çmimet i kemi Shumë pothuajse njësoj, si në Austri, si në Itali. Po karburanti, si e kemi? Përveç cilësisë, po flas për çmimet. Dhe ajo rritje page që ti bën për arsimin nuk është stimul. Po programet mësimore, si janë? Si e kanë ngarkuar mësuesin sot? Po desha të ndalim tu sepse ajo që po diskutohet shpesh kohët e fundit për pozicionin e mësuesit ka të bëjë edhe me programet. Shpeshherë për të mos thënë që kanë përplasje, po gjej një fjalë më të butë, shpeshherë nuk përputhen, ndryshojnë programet nga viti në vit. Lëndët janë jo nga ekspert, pra ka nxënës për fat të keq, është frikshme kjo që po them, mos më thon pedagog, po ka dhe nxënës që nuk din kush është Jupi dhe kush është Naimi, unë po dal nga një sferë tjetër që është letërsia, po pak a shumë, po tekste janë ato dhe ndërtohen. Pra, çfarë po ndodh në 34 vite ne nuk kemi dot një tekst të standardizuar. Sepse në arsim s'pari, në lidhje me nxënësit, ne dikur kishim cilësinë, jo sasinë. Ndërsa sot shikohet sasia, jo cilësia. Pavarësisht punës heroike të mësuesve me nxënësit. Kanë mangësi, na vinë me mangësi nga 9-vjeçarja. Pra ju mendoni që fillon e keqja nga rrënjët, Dhe modele ka shumë të mira. Po qikosh Japonin, po qikosh Kinën, po them se si edukohen që në moshë të hershme. Pra, duhet parë shumë fusha e arsimit. Mos kemi nostalgji për kohën e kaluar. Po tjetër. Duhet parë shëndetësia. Shëndetësia, të lutem, si është shëndetësia sot? Dikur të rinte mjeku gatitu, ndërsa sot dikur si ishte e domosdoshme t'i blije ilaçet jashtë spitalit, ndërsa sot ç'bën një pensionist për ilaçet? Për lëmosh pensionistët. Po kanë ndërtuar Shqipërinë pensionistët. Tash i bën pa personalitet, pa dinjitet, në varësi të fëmijëve. Dhe fëmijët ku janë? Shpresë humbur për të ardhmen. Largohen nga Shqipëria. Dhe plej që vdesin vetë. Ka programe sociale. Kështu që politikanët tonë e kanë shëtit botën mirë. Shumë më shumë se sa ne as diskutohet. I kanë gjitha kushtet dhe mundësit. Por e keqja është korrupsioni. Korrupsioni galopant. I ka bërë që t'jenë ajër. Mos kenë kontakt më me tokën e me popullin. Dhe duke qenë në ajër, janë në konkurrencë me Zotin. Unë nuk do t'a imagjinoja dot, për mu është mallkim të kesh miliona, sepse fluturon, po do t'a imagjinoja dot që të pije një shishe verë aq të shtrenjtë, kur njerëzit vuajnë. Pra, në këto vite, nuk janë vetëm këto 12 vjetë dhe mos o Zot me vazhdu. Ka shumë hendeqe të krijuara me dashje. Vjedhin, s'kan turp të vjedhin, bëjnë demagogji, bëjnë propagandë, bëjnë humor, nxjerrin buf, nxjerrin bretkos, nxjerrin zhapa, nxjerrin këneta, po edhe ujërat pos lëvizën, kthehen në këneta. Pra të rrish gjatë në një vend, ke pesh pushteti. Dhe pesha e pushtetit, shoqëruar me korrupsion, shoqëruar me krim të organizuar, shoqëruar me gjithçka që neve informohemi. Çfarë bën? Kemi eksod. Zërin Qelqima, unë do rry pak për të bërë një pyetje që në vazhdimsinë e kësaj që po diskutojmë, ju preket dy nga sektorët
në fakt dy nga sektorët që janë jetik, që është arsimi. Pa arsimi nuk kemi ku shkojmë, dhe ju e thatë të mirë, por ndërkohë dhe shëndetësia, e cila është problematike, sidomos për kategorinë që ju preket profesionistët. Shpesh unë kam thënë edhe një tjetër në këtë studio me një të ftuar, me zotin Duka më duket, që një mjek që është në pension, më ka dhënë një deklaratë frikshme, që nuk e di sa është vërtet, unë besoj shumë në sinqeritetin e tij. Më ka thënë që dalë mëngjes nga shtëpia dhe kontrolloj 100 pleq që jetojnë të vetëm. A i gjej gjallë ose gjej gjallë? A i kanë pi ilaçet ose kanë pi ilaçet? Thash edhe një herë. Pra, është prishur celula bazë, familje. Sepse edhe me problemin e largimit kuptohet që ka ndodhur ky fenomen. Unë të ndalim në një aspekt tjetër, sepse këtu thuhet që unë po marr 12 vite si qeverisë, sepse ju ushtrit pak më përpara, dhe ndoshta ajo pjesa e opozitës edhe pushtetit ka funksionuar ashtu siç thoni ju. Por në këtë 12 vjet trajektore ka një gjë të çuditshme, sepse opozita, duke pasur gjithë të problemet që ka shoqëria jonë, nuk ka arritur do të bëhet faktor. Pra, një qeverisi që thot do marrë një mandat 4, që është kthy fushata elektorale me bufa, me bërtkocka, siç e thatë edhe ju, ndërkohë që për mos ngel pas edhe ju, i keni fut një 77-313 si koalicion. Po ideja është këtu, çfarë ka ndodhur në këto 12 vjet mes opozitës, pra Partia Demokratike pse nuk arriti dot që të bënte faktor? Është partia më e madhe opozitare. Është lidership i opozitës. Sepse Partia Demokratike ka tradhtim brenda vetes për të ruajtur ofiqet, privilegjet, dhe i pëlqen të jetë në opozit, në një pozicion të tillë, sepse është komod, duke pas përballë palën tjetër. Pra janë divida ed impera për çaje sunda. Kështu që më mirë s'do ta kishim bërë një gjë të tillë për çaje sunda. Nuk janë vetëm partitë politike, ekzistojnë sindikatat në këtë vend për të marrë të ardhura po për të funksionuar funksionojnë? Absolutisht jo. Pra ka frymë opozitare ky vend? Prandaj unë i bashkohem koalicionit euroatlantik, sepse ka kurajën, ka programin, ka të drejtën, ka parimet. Mund të duken pak utopike sot, por unë s'them se janë tilla. Unë them se janë të realizueshme. Janë plotësisht të realizueshme. Sepse kryetari i koalicionit, po, Demokratët Euroatlantikë, është zoti Basha, i cili për 8 vite ka qenë kryetari i Partisë Demokratike dhe është nga Partia Demokratike është më i sulmuar se Rama, sepse Partia Demokratike akuzon që nuk e ka drejtuar mirë. Populli e thot pema që ka kokra sulmohet, mendoj unë. Në qoftë se ai e ka pas Partinë Demokratike, thjesht ka pas një kopertur sipër. Kështu që nuk ka qenë i lirë në aktivitetin e tij. Unë mendoj se ky lloj çlirimi do sjellë energji pozitive. Dhe ajo 7x7 do ngelet gjatë në memorie. Është kthyer në batuta? Ajo do ngelet gjatë memorie dhe ajo është një realitet i frikshëm. Është një realitet i frikshëm ku i ke shokët. Sepse ti s'mund të thuash është përgjegjësia personale, apo dardha mbas shpine, apo sepse je për çfarë je. Desa ta bëj këtë pyetje, sepse është shumë e çuditshme. Rama kur del në fushata, thotë që unë do zgjedh njerëzit e mi më të mirë për të punuar. Dhe e ka thënë dhe i ka zgjedhur po vetë, sepse nuk kam ndiku asuna sa i socialisti thjesht tek zgjedhjet e Ramës, i ka zgjedhur vetë. Pra, si është e mundur që ti marrësh votet të këtij populli 12 vite dhe ti thush që përgjegjësia është personale? A ka moral politika, Moza? Absolutisht jo. Ky është moçal politik. Nuk është moral politik. Pra nuk është kneti bie që t'jenë të dy. Të dy palët më keq, njëra më keq se tjetra. Dhe edhe nëse se ndjejnë erën e kënetës, duhet ja u kujtojmë, sepse të qëndrosh gjatë në një vend kthehesh në kënet. Kështu që nuk mund të ekzistojë pos pati burim. Është pesh pushteti
dhe shkëputje nga masat. Ajo që unë du të them është një realitet i hillur. Ky është realitet i hillur politik. Sepse në një kohë që po luftohet edhe spaku që ka fitu besimin e njerëzve se shqyr. Vini subjekt politik që keni mbështetur shumë. Po, dhe vazhdojmë ta mbështesim, do ta mbështesim deri në fund. Madje edhe me të ftuarët që unë kam pasur këtu, që janë pjesë e koalicionit tuaj, është thënë që ka qenë pothuajse pengesa kryesore për të mos bashkëpunuar në partitë politike ka qenë qëndrimi që është mbajtur ndaj institucionit SPAK-ut. Po unë nuk mund ta harroj fabulën e Yuri Kim në lidhje me zjarrvëndsin e fshatit, që kërkonte dhe të gjithë shkrepset e fshatarëve gjoja për të shuajtur zjarrin. Shumë domethënëse. Dhe ne pa Amerikën, pa Bashkimin Evropian, pa Britaninë e Madhe, ne nuk e di, domethënë se si mund të fantazojmë se mund të ekzistojmë. Kush i mbron kufit tanë? Nëse. Po nëse. Ato ekzistojnë? Po nëse kemi ne rezerva, sa është borxhi? Sa është borxhi? T'jenë transparent. Që janë këto PPP që marrin e glabrojnë? Gjithçka. Bregdet, kodra, nën tokë, mbi tokë, male, gjithçka. Çfarë përfiton ky popull? Po si komandohen 1 miliard e ca banor në Kinë dhe nuk kemi një shifër të saktë popullsisë? Pse se kemi shifrën e saktë popullsisë? Në gjithë këto vite. Nuk kemi një regjistrim pronash të saktë në gjithë këto vite. Ne s'kemi ujë 24 orë. Që është premtimi elektoral më, ku është ujë 24 orë? Kush mban përgjegjësi për lajmet e fundit që kanë qarkulluar në lidhje me pulat me salmonel? Në lidhje me çfarë? Fakti pranum. S'bëjmë dot eksporte, se na kthehen. Ministra ka dalë dhe ka thënë nuk bëhet politik me me ushqimin. Tani nuk bëhet politik me vrasje, nuk bëhet politik me vdekje, nuk bëhet politik me ushqime, tani me çfarë do bëjmë politikë? Jo, të gjithë ata që merren me importe e din shumë mirë që është përfaqësuesi i AKU-s në dogan për të kontrolluar mallrat ushqimore. Është vërtet. Po si mund të bësh thirrje popullsisti tani, ju që keni bler ktheheni kur ato janë konsumuar? Po kush po flet? Po zgjidhë të shkrim AKU. Po duhet në dali rjeti. Duhet në dali rjeti Bazelit na thot për kontenierët toksik? Çu bën me kontenierët toksik? Ne jemi gjithë rrezikum. Edhe ato që jetojnë këtu janë të rrezikum. S'ka si informacion. Pra, është një krizë politike, ato e ndjejnë veten komod, po të tjerët që duan progres e kanë krizë politike. Sepse edhe përfaqësuesit që ju thatë që mund zgjidhen, a e kanë bërë rolin e duhur? Sovrani është populli. Dhe me kushtetut, sovraniteti i takon popullit që të çon përfaqësuesit e vet në parlament. A kanë kurajo dy forcat kryesore politike? Kryetarët të dy forcave politike të jenë listat hapura, t'i zgjedhë populli. Po të kalemi kodit, e kemi, sepse faktikisht vetëm dy partitë e mëdha nuk e kanë pranuar kodin ndryshe. Pra injorojnë popullin. Dy të mëdha kanë qenë, por e kemi populli 2 mjete ka, o do të çojë përfaqësuesit në parlament, o do bëjë referendum. Në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit. Reklami lutem. Atëherë jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë të emisionit Pa Kompromis në Bulevard Televizion. Ashtu siç e theksova dhe në fillim që e ftuara ime është Mimoza Çelçima, kandidate e Demokratëve Authentik për qarkun e Durrësit, një emër i njohur i cila në bllokun e parë të pyetjeve ka bërë një prezantim të performancës së saj si formim profesional por edhe të veprimtarisë të aktivitetit, ndërkohë që është ndalur në disa momente që kanë të bëjnë me atë që sipas kundërshërimit të saj ka shkuar keq në 12 veçaren e qeverisë Partisë Socialiste, por në fakt edhe me testë zgjatje të mëparshme,
ku në sy ka rënë ajo e sektorit arsimit edhe shëndetësisë janë dy nga sektorët më të rëndësishëm. Moza, unë duhet të ndalem pak edhe tek një problem që ju e prekët në pjesën e parë, por që faktikisht është diskutuar gjatë dhe ka të bëjë me kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor duket sikur që një kompromis mes dy partive që në fakt shfaqen agresive ndaj njëra tjetrës në dukje, por që gjen kohën dhe momentin për të bërë palë, për të bërë amnistin bashk, për të bërë gjëra tjera bashk, për të rëzuar mandatin, për të miratuar ligje. Dhe rasti fundit është i kodit zgjedhor që duket se partitë e vogla i penalizon jashtë masës. Po, është pyetje me vend kjo, sepse i tillë është realiteti. Ato bëjnë sikur, po gjithmonë kanë qenë bashkë. Të dyja forcat kryesore politike. Dhe më saktë dy liderët politik, të cilët diktojnë vullnetin e tyre kundrejt vullnetit popullit. Dhe me ndryshimet që bën në kodin zgjedhor, i lejuan vetes që të vetë zgjidhen, të vetë shpallen, të bëjnë ç'të duan pa llogaritur përfaqësimin dinjitoz që përfaqëson popullin. Pra për ta se ekziston populli. Janë shumë të shkëputur nga populli, sepse bashkë i kanë kullat, bashkë i kanë hidrocentralet, bashkë i kanë nën tokën, bashkë i kanë gjithë. Aq sa oligarkët shqiptar në 34 vite po na investojnë në të gjithë botën, po ja kalojnë. Prandaj neve ndalemi ke korrupsioni. Prandaj ndalemi dhe mbrojmë me forcë institucionet ligjzbatuese, siç është SPAK-u. Kjo sepse korrupsioni po i merr frymën këtij vendi. Ose ka qenë një zgjidhje SPAK-u për ta mbrojtur thjesht si për të kundërvënë dy partive të mëdha që kanë shfaqur është rast unikal të nxjerrësh njerëz për një vendim gjykate, siç kanë nxjerrë PS-ja dhe PD-ja. Po PS-ja duket sikur u tërhoq, nuk e di. Unë mendoj se me ndihmën e aleatëve duhet punohet për institucione të pavarura. Se në fakt SPAK-u nuk mjafton vetëm për drejtsinë, kemi edhe pjesën tjetër të ne nuk kemi institucione të pavarura, sepse politika është gërshetuar njësh me institucionet. Ashtu si që institucionet janë gërshetuar me politikën. Pra diktohen nga politika, diktohen nga krimi, diktohen nga oligarkët. Rasti i SPAK-ut është një shkëndi, një dritë jeshile. Ju mendoni që po e kthen besimin në drejtësi? Pa diskutim. Nga kontaktet që keni? Sadopak. Po e kthen besimin sepse po tronditen themelet. Po tronditen themelet e atyre që deri dje nuk ju përmendej dot emri dhe ishin totalisht të pandëshkueshëm, ndërsa sot pa diskutim kanë frikë edhe të firmosin, kanë frikë dhe po flasin kundra njëri tjetrit, duket qartë se si po veprojnë deri në ndërhyrje në SPAK. Pra neve mbrojmë institucionet të cilat vendosin në rregullat në një shtet ligjor, në bazë të parimeve dhe vlerave, ku të gjithë të ndjehen të lirë, të sigurt, të barabartë, mos të duken gjëra thjesht utopike. A jemi të sigurt ne sot? Çfarë garancie kemi ne sot kur dalim në rrugë? A jemi të lirë ne sot? A mund të flasim lirshëm në institucionet ku punojmë? Administrata flet dot lirshëm sot? Përkundrazi, kontrollohet edhe sa lajk i bën udhëheqësit. Pra, ne jemi në kohë moderne, por me hapa të kthyer pas në regres. Dhe më vjen keq sepse kjo gjë ka alarmuar rinin, e cila është e pashpresë. Ku e kemi trurin? Kemi rrjedhje masive të trurit, që shkëlqejnë në përbot, por nuk i kemi këtu. Ku i kemi profesionistët? Ku i kemi hidraulikun? Ku i kemi një punëtor të zakonshëm? Ku i kemi artizanatet? Kështu që vlen për dëshiruar dhe kryetari drejtuesi politik i koalicionit ton
zoti Lulzim Basha, cilin e përgëzoj, pati kurajon dhe ka kurajon, t'ja kujtoj çdo ditë pozitës, korrupsionin galopant. Sepse duke luftuar korrupsionin galopant, ke mundësi për investime, ke mundësi për mirëqenie, ke mundësi për shërbime, ke mundësi për rritje të nivelit të jetesës. Pra 7x7. Është kthyer në batuta që koalicioni, mirë që e shënova se do kisha thonë 7x7 313, koalicioni tani ka një emër tjetër për shkak të një batute që zoti Basha e përsërit çdo ditë, merr edhe përgjigje nga zoti Rama, kuptohet, dhe ka krijuar edhe një lloj situate që unë jam i detyruar ta bëj pyetjen tani, a e kanë për kështu për klikime, për like, po e kanë me të vërtet këtë punë, se thuhet që Rama i ka dhënë vulën Berishës edhe klikimet Bashës tani, nuk pa marrë veç këtë punë. Unë mendoj se Rama është shqetësuar nga kjo situatë, sepse do kot mendohet që të reagojë. Normal që shtatë vetëm... Ajo që unë nuk e gëlltis dot çfarë Rama thot për mandatin e 4 që kërkon, pa Ramën, domethënë e kërkon këtë mandat që të na fusi në Bashkimin Evropian. Deri në 2027 apo në 2030. Po Rama ka deklaruar pa Partinë Socialiste nuk hym në Bashkimin Evropian, pra na jepni votën ne që ai ka bërë motiv të fushatës këtë gjë. Po pra, është e dallgëzuar. Po si datë votën PS-s nuk hym BE. Kjo situatë është e dallgëzuar up and down për Ramën, se një herë kërkon i kërcënon spakun dhe më pas të riqet sikur s'ka ndodhur asgjë dhe por në një vend demokratik, në një vend të zhvilluar, se kudo ka korrupsion, po jo kaq sa këtu diskutohet dhe ka ndëshkueshmëri, jo pa ndëshkueshmëri. Çdo kryeministër do jepte dorëheqje, do ishte shumë. Në një vend që ka ndëshkueshmëri, funksionon ligji, nuk kanë frikë bën drejtora, nuk merren emra nga rruga për të bërë drejtora, sepse dinë të përballet me ligjin, është i paaftë. Po këtu merren militant, patrazionist, bën drejtorë, pastaj. Po nuk mund të thuash si individ që unë do ju fus në Bashkimin Evropian. Shqiptarët janë në Bashkimin Evropian. Ju keni goxha përvojë dhe njohje në këtë drejtim. Rama luan me një kartë që tutun kam shtetin ndërkombëtarëve dhe edhe fakti që bën këtë fushatë dhe thot publikisht që pos votut PS nuk do hyjnë në BE, do të kam shtetin ndërkombëtarëve. Sa e vërtetë është kjo? Ai ka vërtet Rama këtë mbështetje ndërkombëtarëve? Dhe ndikohet Rama nga kjo që opozita ose Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, ka një ngërç për sa i përket lidershipit, sepse Berisha është në ngratë. Kjo është e keqja që pra këtu duhet ta fillojmë s'pari, ke Berisha. Berisha duhet patjetër të tërhiqej në qetësinë e tij të moshës dhe ta ndihmonte Partinë Demokratike në mënyrat e tij, po jo ta fuste në kolaps Partinë Demokratike. Dhe duke e futur në kolaps, është degëzuar kjo parti aq sa nuk e ka forcën të mposhti këtë lloj pozite, e cila është joshur kaq shumë nga pushteti dhe paraja, sa që i duket vetja e pamposhtur. Por që të ketë përkrajën e ndërkombëtarëve në lidhje me korrupsionin, unë këtë nuk e besoj. Nëse do të ishte figurë e pastër, unë do t'ja uroja me shpirt rrugtimin në Ramës në luftën për ta futur Shqipërinë aty ku e meriton. Por Bashkimi Evropian ka programet e veta, ka reformat e veta, të cilat i ndjek hap pas hapi, ka grup kapituj të cilat i ka shikuar, rishikuar, kthyer, plotësuar, janë njerëz që punojnë, natyrisht do punojnë, sepse kanë zënë vendet në administratë për të punuar, dhe jo ato, po të gjithë shqiptarët duhet punojnë për Shqipërinë, pa diskutim, të mendosh Shqipërinë të parën, jo individin, jo veten. Dhe aq më shumë pozicioni strategjik që ne kemi, geopolitika ku jemi, kështu që është projekti i Bashkimit Evropian, dhe nuk besoj kurse si që është projekti një individi. Dhe as do jetë ndonjëherë projekti një individi, kushdo qoftë në pozicionin e kryeministrit. Mos e ju keni filluar fushatën tashmë, po para se dalte një pyetje që ka të bëjë me konstatimin tuaj duke takuar njerëz në terren,
desha të bëj një pyetje të fundit, edhe pse ju nuk keni pjesë e asaj partie më, por faktikisht keni qenë, si thua, ka qenë Partia Demokratike në vëmendjen tuaj për të bërë diçka ndryshe, siç edhe thatë. A është lista e Partisë Demokratike dhe lista e Partisë Socialiste, thash ju nuk jeni pjesë asnjëra nga këto dy partie që unë po them, por duke qenë pjesë e politikës, ju mund të jepni një mendim tuaj. A është lista e Partisë Demokratike në Durrës dhe e Partisë Socialiste lista e durë për qytetarët, sidomos edhe me kodin zgjedhor me listat e mbyllura ku dihet që 10 deputet tashmë janë të vulosur. Janë në preferenca kryetaresh. Kjo është e keqja më e madhe, që këto 10 deputet nuk i nënshtrohen votimit si gjithë tjerët dhe janë deputet të lodhur, sepse nuk është legjislatura e parë për to dhe kanë treguar ndër vite që nuk kanë ndonjë kontribut, janë të konsumuar, gjithçka ka datën e skadencës. Kështu që duhet ta pranojnë që janë konsumuar dhe t'i hapin në rrugën të rive në mentalitet, jo të rive në mosh, se mund t'jenë të rinë mosh, për të vjetër mentalitet, edhe aq më shumë që t'ket dhe të ri, unë kam pa dhe ishtë nxënësit që janë shumë bukur të vazhdojnë rrugtimin e tyre në politik që kanë për herë të parë. Ndërsa e përsëris, në listat e mbyllura janë thjesht besnikët e 2 kryetarëve, të cilët e kanë kapur përfyti këtë vend. Mos e Partia Demokratike tentoi me një proces i cili u quajt primaret, për të mbetur përsëri kjo që po diskutojmë, dhe e quajti një proces të suksesshëm demokratik, por që në fakt të reflektoi diçka ndryshe, jo vetëm në Durrës, e kam parasysh si proceset dhe pati mendime që nuk u bën kohën e Durrës, do të ishte bërë më para. Ju mendoni që nuk u bën kohën e Durrës, do të ishte bërë më para, apo emrat që u listuan aty nuk prodhuan asgjë nga ky proces? Që Partia Demokratike quajti si proces forcimi, pasi vinte nga një krizë që ne diskutuam e të zgjatur brenda vetës. Unë do ta quaja imoralitet politik, sepse zgënjen masë ndërmuese të strukturës, ndërsa sa i takon emrave, për shembull për zotin Iglicara, kam respektin maksimal, sepse është një figurë besoj përbashkuese, nuk... Po ka humbur 2 zgjedhje, ama? Unë besoj se zgjedhjet nuk u mbasin thjesht nga individi, por edhe nga kryetari. Atëherë dalim nga Rama, përgjegjësia është personale. Po, patjetër. Ju keni nisur Të kontaktet... paktën në këtë lloj përgjegjësie që nuk e quan personale apo personale. 2013 Iglicara ka qenë kryetar i degës Partisë Demokratike të Durrësit. Duhet kishte transparencë. Ka qenë personi që ka drejtuar grupin e punës për emërimin e drejtorëve, të cilët po rikthehen tani në fushat ke Partia Demokratike pas 12 vitesh. Ka qenë personi që ka kandiduar për Partinë Demokratike në zgjedhjet lokale dhe ka humbur. Tani dalim pak aty ku e lam ose po e them unë, një person i cili humb 2 zgjedhje nuk ka pse të jetë më përsëri. Kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit ka humbur 2 zgjedhje. Është zoti Arden Muka. Kryetari listën e mbyllur zoti Cara ka humbur 2 zgjedhje dhe është përsëri aty. Pra nëse emrat do funksionojnë të rrinë listat e mbyllura për të qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe një parti e cila thotë që do hapemi këto zgjedhje, po mirë kush e mbyll këtë parti që pa hapen këto, se nuk që kërkojmë me hap, nuk e kam kuptuar ndonjëherë. Unë kam qenë pjesë vetë dikur shumë larg. Kam qenë pjesë, po kush e mbyll të parti që pa hapin në sa herë ka zgjedhje? Kush e mbyll? Kjo është një pyetje retorike në fakt. Se kam pyetur ndonjëherë. Kjo është një pyetje retorike. Dalim tek fushata juaj sepse është me interes. Madje prandaj jemi edhe në këtë emision. Ju tashmë keni nisur fushatën, keni kontakte me njerëzit, me miqt, me të afërmit, me ato që ju ndërtojnë edhe programin e punës, të kontakteve. Konstatimi juaj i parë në këtë fushat, me kontaktet e para që keni marrë me njerëzit, problematikat që njerëzit ndeshen. Konstatimi i parë është zgënjimi. Zgënjimi i qeverisës. Njerëzit, shiko, populli shqiptar është një popull i thjesht, i urt, i përulur që kënaqet me nevojat bazike. A i ka nevojat bazike? Si është fshati sot? Ka të ri të punojnë në fshat? Janë braktis fshatrat.
Ky ishte qëllimi, braktisja? Kam një informacion moza, 10 vite në një fshat nuk ka asnjë lindje në Durrës. Do ta verifikoj, por nuk e... Pra, ka rënë... E kam në mesazh në 10 vite... Do të thotë është rrit numri vdekjeve, ka rënë numri lindjeve. Pra, jemi një popullsi e plakur. Nuk lind kush ato që kanë vjen ato... Po shkojmë drejt një popullsie të plakur. S'ka kush lind aty, janë 50 dhe sipër. Ndërkohë që po ta shikosh nga statistikat, vetëm Kromin, po përmend vetëm Kromin, ne zëm vendin e parë për frymë popullsie në Europë. Pra vetëm me Kromin, po ne i kemi gjitha, unë e kam thënë dhe në një diskutim tjetër. Për ata që njohin tabelën e Mendelejevit, ne i kemi të gjitha me përjashtim të Arit. Pra Floririn, dhe atë dikur e nxirnim nga një përpunim që bëhen në fabrikë. Përpunimi i bakrit në Rubik. Unë po marr si shembull Japonin. Është një shtet ishullor me 4 ishuj, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu dhe 1000 ishuj tjerë që në zotërim. Nuk ka asnjë lloj pasurie nëntoksore. Edhe naft ka pak dhe atë ka larg në det. Çfarë ndodh? E blen lëndën e parë të gjithën, e përpunon, e fabrikon, e shet dhe është me rezerva dhe pozitive në ekonomi. Pra, eksportet mundin importet. Po ne? Ku jemi ne? Që kemi gjithçka? Ne edhe kungullin e sjellim nga Maqedonia. Dhe aq më shumë fshati sot. Kur thoni ju, i sjellim edhe kungullin nga Maqedonia. Po mirë, Maqedonia, mirë Kosova, po ke edhe nga Serbia. Ne, po patjetër Maqedonia, Serbia se nuk e kam kështu preferencë. Dhe pastaj kemi AKU-n që thot, kaloj kjo, ktheheni. Do ta ndreqim tani, do të shkrim AKU-n, do gjejmë ja 3 garba tjera, do hapim një institucion tjetër. Jo, po përpara se të shkrihen, duhet japin llogari. Po pikërisht pra. Se më çuditi ministra që zbot politikë me ushqimin, po mirë, me vrasjes do bëjmë politikë, me aksidentës do bëjmë politikë, me ushqimin do bëjmë politikë, po për ç'është politika? Është për turistët, sepse faktikisht që turistët është i suksesshëm rama. Politika ka kontaminuar gjithçka. Pra është politika që kontaminon. Janë modelet e kësaj politike, mënyra e qeverisjes, korrupsioni galopant, nuk kanë menduar për të ardhmen, po vetëm sot për vetë. Moza Durrësi është pjesë në përgjithësi Shqipëria, sepse është vend i bukur dhe ne jemi krenar që kemi vendin të bukur, e ka bërë Zoti se ka bërë qeveria, po jo vetëm jemi vend i bukur, mos harro, po ne vim me origjinë të hershme, ne jemi autokton në trojet tona. Me një gjuhë të veçantë. Po ka 3 vjet muzeu, nuk është rikonstruktuar akoma, muzeu arkeologjik. Shiko, ma kujtove. Vin turistët, han byrek aty përpara se gjen më. Ma kujtove muzeun. Sa milion lekë kush e bën atë? Dëgjoj, kur kam qenë studente, gjatë muajve të verës punoja në muzeun arkeologjik. Edhe kam qenë dhe cicerone në atë muze dhe skicografe, sepse shkollën e mesme kam marrë për pikturë. Dhe pra flasë 40 e ca vite përpara. Dhe në atë kohë kur vinin turista, ne i thonim shumë shpejt do ndërtohet muzeu i ri. Dhe një nga ato turista më thotë, unë është e 3-ta herë që vi dhe dëgjoj që do ndërtohet muzeu i ri. Më në fund u ndërtua muzeu i ri. Po çfarë ka ky muzeu i ri që nuk është funksional? Tani po rikonstruktohet pra. Ashtu si që ndërtuan dhe shkolla me projekte nga Bashkimi Evropian apo më gjërë. A ishin ato objekte, po flas për objektet, shkollat e ndërtuara në të kohë më të forta se sa këto që po bëhen sot? Këto janë shumë bukura nga fasada sot, shumë bukura me ndriçim brenda, po nuk kanë një gjatësi këto, sepse edhe aty ka ndërhyrë korrupsioni. Edhe aty është bërë vjedhje. Shumë shpejt ato shkolla. Ka një tabel para muzeut arkeologjik që thotë fillojnë punimet me këtë datë dhe mbarojnë me këtë datë. Ka kaluar 3 vite. Dhe i thua turistëve, në vizitoni Durrësin, ja shikoni qytetin 3000 vjeçar, ja shikoni. Po ku është muzeu arkeologjik? Përse dhe pse nuk e ngren kush zërin për këtë? Këtu futemi në fushën e turizmit historik. Po është pjesë e qytetit. Në fushën e turizmit arkeologjik.
në fushën e turizmit. Greqia mbahet me turizmin dhe detarin. Po se kemi problematike të tjera, kemi një moment, sepse këtu ka klane që i shërbejnë. Në rregull. Pra, ky qytet, kaq antik, me kaq të pasur arkeologjin në nëntokën e tij, ka një bum ndërtimesh dhe i kanë kthy në Bodrum me ato. Kur po të shkosh në Rom, apo po të shkosh në Vjenë, apo gjetë, i ke gërmimet arkeologjike, krenohen me arkeologjin, me historinë e tyre. Pra, është dasha keqe, se mendoj unë. Uroj që të marrin masa sa më shpejt, që edhe sezoni veror të japi të paktën të ardhura turizmi. Rama, ose më saktë qeverisja Rama, po përcjell si kartë goxha në favorët të tij ose të qeverisë së tij faktin që është rritur dukshëm numri i turistëve dhe ndërkohë paktën nga kontaktet që unë kam pasur me biznesmen që kanë lokale, që kanë restorante në Bregdet, thonë që ne jemi të zhgënjur nga numri i turistëve sepse janë turista të lodhur, ato përdorin një term të lodhur. Dhe madje dikush më thonte që 40 turistë në një lokal në Currilat Durrësit janë futur dhe kanë kërkuar byrek dhe dhall. A mund të quhet ky turizëm në fakt? Byreku dhe dhallat do na profesojnë që është një shtyllë e fortë në ekonomi turizmi në vendin tonë, por do kërkonte një menaxhim serioz. Sepse nuk ka menaxhim serioz. Ne i kemi gjitha mundësitë që turizmi na bënte të pasur. Nuk ma dhatë përgjigjen e 77-313. Jo. A është për klikime, apo e keni seriozisht? 77-313 është shumë serioze. Nuk është për klikime, se besoj kur që është ka shku numri madh klikimes, por hiç vërtetës. Nuk e besoj se ka qenë për klikime. Na arrin klikimet dhe ne që botojmë lajmin. Ajo është një gjetje fantastike, sepse e mira është që kryeministri të japi një përgjigje që të thotë, domethënë, me sinqeritet. Shikoj veten para pasqyrës dhe të shoh me sinqeritet se çfarë kërkon ky popull. Unë shpresoj ta kem zotin Basha për të shpjeguar. Çfarë ka bërë gabim? Të korrigjoj gabimet. Pra, është e vështirë sepse sot nuk e di ma komandon kryeministri qeverinë apo oligarkët. Pse unë dëgjova që dhe makinat lahen me tendera me pastaj kryeministri dëgjoj, është dhe një gjë, ky kopshti Eden në kryeministri. A është luks? Është relax? Ka shumë lodhet kryeministri jon kur e krahasonin me një aparat zemrën në QSUT që mungon bënte më pak se 200.000 euro. Po pse? Pra, i shikoj një herë problematikat që janë, pastaj të bëj luks apo. Zoja Qelqima, nëse do ju bëj një pyetje. Dhe ku janë shokët, se ishte edhe pyetja e dytë. Po ku janë shokët? I ka prezantuar vetë shok, nuk kam thënë unë. Unë nuk di ka shokë Rama. Unë nuk e di se si ndahen shokët nga ekipi, sepse ekipi është një. Nuk mund t'i ndash. Jo, Rama ka thënë që i kam shokë, i kam miq, i kam bashkëpunëtor të ngushtë, i kam zgjedhur vetë. Pastaj ka thënë përgjithësisht personale. Po nuk janë vetëm ato shokë. Mrena për mrena llojit. Do ketë shok prap? Janë dhe jashtë llojit, kështu që mendova që do ketë shok prap që të shkojnë atje ke veni. Njerëzit janë pritje për këtë. Patjetër. Moza, për të ndalur ndoshta tek pyetja e fundit, ju jeni në një fushatë intensive, Durrësi është një qytet i cili faktikisht ka peshën e vet në votime. I numër deputetësh është konsiderueshëm, 14 mandate, qarku i Durrësit ka 14 mandate. Doja dija një mendim i cili ka filluar tashmë të piqet tek ju në perceptimin e sa i të ndodhi me datën 11 maj, po 12-13 kur dalin rezultatet. Këtu vënon në çik, po kush janë pritshmëritë e koalicionit tuaj në Durrës për lidhur me mandatet? Pra, a keni besimin që ju do të përfaqësoni në parlament? Pra, një nga emrat, se ju jeni në listë hapur dhe keni një personi që merr një mandat një vot më shumë mandatohet.
Nëse arrini kotën gjithmonë. Ne në kryet herës e përmendëm vitin 2008 për ndryshimet në kodin zgjedhor që ka bërë një gardë të pakalueshme. Tani i futi edhe Oerti me gjignuar një tjetër. Përveç ideologjisë, frymës apo mesazhit që unë përcjell për koalicionin euroatlantik, unë ndjej veten një zë i lirë. Një zë i lirë që thot me tërë forcën realitetin, që të luftoj për këtë realitet. Sepse kam thënë shpesh, asgjë s'është absolute, gjërat janë relative. Lindin, zhvillohen, ndryshojnë, tjetërsohen. Dhe kam qejf ta them që edhe në këtë moment që ne të dy flasim, toka rrotullohet për 1 minutë 4 gradë, pra rrotullohet shumë shpejt, 360 gradë për gati 24 orë, kështu që prandaj sot e pur si muovë. Edhe kjo për mua është do me thonë se ujërat lëvizin, njerëzit janë të ndërgjegjësuar, aq më shumë që kemi dhe diasporën nëse do menaxhohet si duhet, por mjafton që jemi zëri i lirë, me krah të lirë, dhe jo të diktuar nga kryetarët e partive, por secili ka realitetin e tij në këtë. Më lat dhe më dhatë me kuptu që do t'i bëj një pyetje tjetër tani. Okay. A do të jeni pjesë e politikës edhe mas zgjedhjeve të 11 majit në një rezultat të mundshëm të cilën s'pa. Unë për aq kohë sa krijuesi më lën në këtë tokë. Pra keni hyrë politikë për të ndetur apo për të provuar një herë dhe për të larguar? Jo, për aq kohë sa e kam fatin të jetoj, dhe për aq kohë sa kam natyrën time paksa rebele në drejtim të progresit. Kërkoshëri nuk është rebel. Në drejtim të progresit, do me thonë jam frymë kritike për të gjitha ato që janë pengesë për këtë vend. Dhe unë gjithmonë kujtoj atë shprehjen dhe dritë e diturisë përpara do na shpjerë. Ku e kemi këtë dritë sot? Ajo është drita që të çon përpara dhe të çon përpara me arsim. Dhe të çon përpara me vetë mohim, me përkushtim. Pra unë do jem një zë, një alternativë, një realitet, aq kohë sa ka mundësi. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Pa Kompromis në Bulevard Televizion dhe shpresoj që të keni suksese në fushat, e cila ka shumë ditë përpara dhe ne ndoshta do kemi mundësinë të takohemi përsëri për të diskutuar për gjëra të tjera si ka shkuar fushata, si është menaxhuar me të mirat dhe të këqijat e saj, sepse nuk përjashtohet këqijat në një fushatë siç ndodh në Shqipëri. Edhe një herë faleminderit zonja Çelçima që ishit me mua. Faleminderit juve dhe ju uroj suksese. Ky ishte emisioni për sonte, natën e mirë takohemi të hënën në darkë. Natën e mirë.